Transmeton Imam Nesaiu me një hadith që e ka nxjerrë Abdullah ibn Mesudi, ndëgjoni çfarë ka ndodhur në shtëpinë e pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut e fal sabahit, namazin e sabahit, shkon në shtëpi e shef bashkëshortën e tij Juwairia. Juwairia po I kishte fal namazin e sabahut dhe qëndronte në vendin e faljes së saj deri të lindë diell. Kështu e pritën ato që ta fitojnë sevapin e haxhit dhe umrës. Ndërse ne falmi sabahit na ngelin vetë 5 minuta me lindillin a hajt, dalmi pej xhamis e humbi shpërblimin e një haxhit dhe një umrës. Këta nuk ka mundësi ta meriton vetëm ai që e din fen Allah. Para ta Juwairia të ndronte në vendin e saj, pejgamberi Allahu dol në punët e tij dhe I transmetohet para dreke. Kur ven para dreke, shef Juwairia në çat vend. Dhe I thot ja Juwairia, prej mëngjes jenë që këtë vend, tha po ja Rasulullah, çka bone ja Juwairia? Tha e përmend Allahun Azza wa Jall. Tha ndëgjo oj Juwairia. Tha sot unë I kam thonë vetëm 4 fjalë me u pas krahasuar dhe me u pas krahasu pesha 4 fjalëve që I kam thonë 3 herë unë. A fjalë të cilët I kam përsërit 3 herë, këto 4 fjalë, me ata që e ke bo prej mëngjes deri paradite, fjalët e mia kanë ndarin e Allahut peshojnë shumë ma shumë se atë që e ke bo. Pra nena kena punëtorë që cilët s'kanë kohë me qëndru normal. A ke dëshirë ti me fitu si që fetoj pejgamberi Allahut? Ke transmetim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ke thonë ja Rasulullah e pi Juwairia? Thanë mëngjesun e kam thonë kështu. Me një transmetim thot subhanallahu wa bihamdi. Ke transmetim që e përbeni Leo të ndërshëm që transmeton Abdullah Mesudi, thash unë 3 herë kështu I thash 4 fjalë. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, adada khalq. Po I tham këto fjalë sa është numri I krijesave të Allahut. Sa është numri I krijesave të Allahut. Sa Allahu ka kriju, a ka mundësi dikush mi numëru. Pra pejgamberi Allahu çka thonë? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, adada khalqih. Po tham, o Zoti I madh, po të madhëroj ti me këto falënderime dhe madhërime sa krijesa ti ke kriju. A kanë mundësi të më numëru? Adada khalqi, wa rida nafsi. Dhe po I përsëriti këto fjalë sa është e madhe kënaqësia jote. Sa është e madhe kënaqësia Allahut? Allahu Azza wa Jalla ka shpalos kënaqësinë e tij kur I ka thonë banorë e xhennetit se unë jam I kënaqur me juve për gjithmonë, pa mbarim, kur nuk I dhurona. Pra kënaqësia Allahut është e përhershme. Sigur me thonë o Zoti I madh, unë po të madhroj për arshën ti. Wazinet e arshi, dhe unë po t'i tham këtë fjalë sa peshon arshi jot. Sa peshon arshi Allahut? Pejgamberi Allahut që transmeton Imam I transmeton Xhabiri, thot Bukaliju juve ju të njoftoj se sa është I madh vetëm një melek nga 8 meleka që e barshin arshin e Allahut në ditën e Kiametit. Ju më ka shpalos të njoftoj prej tulit dëveshit të ti deri të supet, nevojitet 700 vetë ti mi pas imër me hecë me mërin në supet e këti me lëkës që e ban arshin Allahut. Amo një me lek s'kan mundësi me lëviz arshin Allahut, duan 8 me lek të til të fort të fuqishëm të mëdhej me bajsh arshin Allahut. Nga se e dini u leho të ndërthëm sa është I madh arshi Allahut. Dhe një në këtë hadith që thot pejgamberi Allahut, Kursia pran qejve dhe tokës është si kur shkretina pran një unoze. Pra shkretina e modhe, qej dhe toka, gjithë qej dhe toka, si me hedh një unoz shkretin, është pan kursijet Allahut. Ndërsa arshi Allahut, madhësia arshit Allahut me kursijen Allahut, është vëlleu të ndërshëm si shkretina me unoz. Kursia është pran arshit Allahut si një unoz me 100 shkretin, a mund me gjithë dikush.